është ndër të parët që u paraqet në sallë. Nga afër, shef qetriza po ndjek seancat për rastin e vrasjes së djalit të tij, polici Triumf Friza. Ndaj Ilir Abdullahu dhe Rahim Abdullahu vazhdoi të premten gjyqi për akuzën vrasje e rëndë. Kësaj here dëshmoi ish polici Blerim Shala, i cili tha se me Triumf Frizën kishin edhe raport shoqëror. Nga ky raport, Shala thot se Triumf Friza i kishte rrëfyer për rastet kur ai ishte përballur me Enver Sekiraçën. Pasi e kanë dalë në verë, e kanë nxjerrë një granat dore, edhe ka kërcënuar polis. Triumfi ka qenë me 2 ndërkombëtar, polis ndërkombëtar. Pastaj njëri ka ikë nga vendi i ngjarjes. Dëshmitari hedh dyshime se ky rast ishte fshirë në polici, ani pse ishte raportuar. Nuk figuron ai rast. Pse raportet janë shkruar? Nuk figuron ai rast. Edhe për ndërkombëtarë dhe për Triumfit. Shala para gjykatës tha se kërcënimet për Triumfin nga grupi i Sekiraçës ishin bërë më intenzive pas një rasti në një kazino. Deri në rastin e Sfis Kazinos, ku kanë mbetë plagosur 2 persona, kolegu i Triumfit Arbeni dhe Agroni, për grupit e Enverit. Pastaj prej aty ka filluar më intenziv përcjellja e Triumfit, kërcënimet e këto. Ai tregoi dhe për një kërcënim që kishte marrë Triumfin nga Enver Sekiraça. Nuk zgudzon kërkosh me mnal, as për policisë, as për komandantëve. Ma konkretisht, ku i ka thonë? Triumfit. I ka thonë Triumfit. E gjithë kjo situatë mes Triumf Frizës dhe Enver Sekiraçës, sipas dëshmitarit, ishte mbështetur edhe nga 2 të akuzuarit, Ilir dhe Rahim Abdullahu. Ka thonë që gjatë gjithë kohës janë Iliri dhe Rahimi të përcjell. Mirë po janë disa persona tjerë që Triumfi nuk i ka njohur. Gjyqi ndaj Ilir dhe Rahim Abdullahu do të vazhdojë të hënën me dëgjimin e dëshmitarëve të tjerë.